Përshëndetje shenja e akrepit. Kjo është panorama interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 8 shpatat, 5 kupat, mbreti i kupave, asi i monedhave. Duket se java nis me një ndjenjë kufizimi. Ju ndiheni sikur jeni në një situatë ku mendimet ju kanë blokuar më shumë se sa realiteti vet. 8 shpata tregon se kufiri është mendor. 5 kupa tregon një zhgënjim që ende ju rëndon. Ju mund të ndiheni të mërzitur për diçka që nuk shkoi siç prisnit, por duhet të vini re diçka. Ktu janë ende 2 kupa që qëndrojnë në këmbë dhe kjo tregon se jo gjithçka është humbur. Më pas hyn mbreti i kupave dhe këtu fillon transformimi. Ju keni kapacitet të madh emocional, por këtë javë do t'ju kërkohet të përdorni me qartësi dhe qetësi, jo me reagim impulsiv. Pra, duhet të keni vetë kontroll emocional në mënyrë totale, sepse ju do të jeni ai ose ajo që ruan stabilitetin edhe kur brenda jush ka val. Asi i monedhave në fund është një fillim i ri konkret. Mund të jetë një mundësi e re, mund të jetë një ofertë, mund të jetë një stabilitet financiar ose një bazë e re praktike që ju jep siguri. Kartat këshillojnë të mos i besoni çdo mendimi që ju frikson. Ju duhet mbi të gjitha të falni veten për atë që nuk funksionoi. Ju duhet të pranoni mundësinë e re që po hapet, edhe nëse ju duket e vockël. Kjo javë ju kërkon pjekuri emocionale dhe besim në fillime të reja. Kalojmë në familje. Në familje kemi 7 monedhat, hëna, 8 monedhat, 9 shkopinjt. Në familje ka pritje dhe reflektim. Ju mund të ndiheni sikur keni investuar shumë, por po prisni rezultatet. Pra, po prisni të korrni ato që keni mbjell. Hëna tregon konfuzion, emocione të fshehura, ndoshta keqkuptime, frikë, ndoshta ankth. Jo gjithçka thuhet hapur. Gjërat janë të paqarta. Dikush mund të mos shpreh frikrat e veta. 8 monedhat tregon përpjekje. Dikush po mundohet seriozisht, por 9 shkopinjt tregon lodhje dhe mbrojtje. Ju mund të ndiheni sikur jeni gjithmonë ai ose ajo që mban barrën emocionale. Kartat këshillojnë mos reagoni ndaj frikës së të tjerëve. Ju duhet të flisni qartë dhe pa dyshim. Mos u mbyllni në mbrojtje të tepruar, jo të gjithë janë kundër jush. Kjo javë kërkon durim dhe komunikim. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi magjistari, asi i shpatave, 7 shkopinjt, 3 kupat. Në dashuri, narrativa mua po më duket interesante. Magjistari tregon që ju keni fuqi të krijoni realitetin tuaj romantik. Ju nuk jeni viktim, ju jeni krijues. Asi i shpatave sjell një të vërtet të prerë, një bisedë të rëndësishme, një sqarim ose një zbulim. 7 shkopinjt tregon mbrojtje. Ju mund të ndiheni sikur duhet të mbroni pozicionin tuaj në dashuri. Ose dikush po ju teston, por 3 kupat sjell gëzim, afrim, festë, pajtim, nëse ju jeni në një marrëdhënie. Kjo javë kërkon komunikim të drejtë për drejtë. Mund të ketë tension verbal, por ky tension do të çlirojë energji të bllokuara. Pas një bisede të sinqertë, marrëdhënia mund të bëhet më e lehtë dhe më e gëzueshme. Ju, më pak fjalë, duhet të flisni hapur për nevojat tuaja, të mos e manipuloni situatën për të testuar personin tuaj, të mos hyni në luftë egoje. Nëse ju jeni vetëm, ju mund të tërhiqni dikë përmes fuqisë suaj personale, por kjo nuk është javë për lojra. Është javë për qartësi. Dikush mund të shfaqet papritur ose të rikthehet për një sqarim. Për disa prej jush, jo për të gjithë, kuptohet.
Pra me pak fjalë, mesazhi për ju është se ju duhet të jeni autentik. Nuk keni pse të mbroheni nëse jeni të sigurt në vlerën tuaj. Dashuria këtë javë është pasqyrë e vetbesimit tuaj. Kalojmë në punë. Në punë kemi vdekja, 9 shpatat, kalorësi i shkopinjve dhe kalorësi i shpatave. Në punë, kjo duket si sfera me transformim shumë të fortë. Pra vdekja nuk është fund literal, është fund cikli, mbyllje, përfundim. Diçka në punë po mbyllet, mund të jetë mënyrë mendimi, projekt apo marrëdhënie profesionale. 9 shpatat tregon stres, ankth. Ju mund të shqetësoheni më shumë se sa duhet. Më pas kemi 2 kalorësit, kalorësi i shkopinjve dhe kalorësi i shpatave, që tregojnë energji të shpejtë, vrull, veprim, lëvizje, vendime të papritura, diskutime që janë të shpejta. Dhe kjo mund të nënkuptojë për disa prej jush ndryshim pune. Për disa të tjerë mund të nënkuptojë ofertë të re pune. Për disa të tjerë mund të nënkuptojë vendim të shpejtë që ju duhet ta merrni. Pra, kartat këshillojnë të mos e mbani stresin brenda. Ju duhet të veproni me guxim, por jo në mënyrë impulsive. Kur diçka mbyllet, mos u kapni pas saj. Transformimi profesional është i pashmangshëm, por ai hap rrugë për diçka më dinamike për ju. Me pak fjalë, ju jeni në një javë zgjimi emocional dhe fuqizimi personal. Ju duhet të lini pas zhgënjimin këtu. Ju duhet të komunikoni me qartësi në dashuri. Ju duhet të pranoni ndryshimin në punë. Ju duhet të mos ushqeni frikën për urinë për diçka më të madhe. Pra, sepse në Prism Oracle kemi hunger dhe hunger, uria tregon që shpirti juaj nuk kënaqet me sipërfaqe. Por keni kujdes, mos e ngatroni urinë me boshllëkun. Plotësojeni veten nga brenda, jo duke kërkuar shpëtim nga jashtë. Kjo është javë ku ju kaloni nga viktimë e rrethanave në krijues të realitetit tuaj. Për disa të tjerë, unë do të thoja që hunger mund të ketë edhe kuptimin e saj të parë, hunger, që do të thotë uri dhe kujdes portofolin tuaj. Paçim.